Dënimi i Edison Memollës me 1 vit burg nga gjykata e posaçme ka bërë që Rogozhina të mbetet pa kryetar bashkie. Kjo bashki e qarku të Tiranës tashmë duhet të zhvillojë sërish votime për të zgjedhurin vendor, ndërsa prefekti i Tiranës duhet të çojë vakancën pranë Këshillit të Ministrave. Do të jetë qeveria ajo që do të njoftojë presidentin e vendit për mungesën e kryebashkiakut, teksa kreu i shtetit ka kohë 48 orë për të dekretuar datën e zgjedhjeve të reja. Këto zgjedhje duhet të mbahen jo më herët se 30 ditë dhe jo më larg se 45 ditë që nga data e njoftimit të ndërprerjes së mandatit të kryebashkiakut. Megjithatë, një skenar tjetër mbetet dhe ai kryetari të komanduar. Këshilli Bashkiak i Rogozhinës ka të drejtën të komandojë një prej 9 kryetarëve për të drejtuar institucionin vendor deri në datën e zgjedhjeve të rregullta. Megjithatë, pritet të shihej skenari që do të zgjidhet nga qeveria, ndonse sipas ligjit, Rogozhina duhet të shkojë në zgjedhje vendore të parakohshme. Kjo bashki mban një rekord për zgjedhjet lokale. Në vitin 2019 u mbajtën zgjedhjet e rregullta vendore, ku fituesi ishte Haxhi Memolla, i cili humbi jetën në vitin 2020. Kjo solli sërish në zgjedhjet në vitin 2022. Një vit më pas në maj, qytetarët e Rogozhinës votuan sërish në zgjedhjet të plota vendore të 2023-shit, por me vendim të kolegjit zgjedhor, ata sërish votuan në korrik, ku fituesi ishte Edison Memolla.